Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, se cili pejgamber e ka pas ka një mrekulli mas paku, me të cilën është vërtetu profecia e tij. Pa do në më konë pejgamber, apo du jam pejgamber, po, ku e ki mrekullin tane? Se cili ka pas një mrekulli. Faraoni ka thonë Musa a.s. nëse pretendon se e pejgamber, sille mrekullin tane, ka nxjerrë shkopin e dine. Isa a.s. e tjere tjere. Thot Rasulullahi a.s. Allahu mu ma ka thonë Kur'anin mrekulli, edhe shpresoj që në ditën e Kiametit ymeti im tjetë më i madhi në numër në sasi se sa ymetet e tjera. Kjo mrekulli, Allahu Gjeleshanu e kalon valide një sfid. Ka thonë, deri në ditën e Kiametit, le të mlidhen e gjintë dhe insant, të mëshme të dunjasët të gjitha kohërave, dhe le të sjellin një Kur'an sikur se ky. Pastaj ka ul sfidën, ka thonë ta sjellin një sure sikur se kjo. Pastaj ka ul akoma, ka thonë ta sjellin një ajet sikur se ajetet e Kur'anit. Aq është i vlefshëm, aq është i pamundur me u arrit sa kur janë mundu dikush në atë kohën e moqme me emitu Kur'anin, edhe fëmijët kur i kanë kesh me poezitë e tyre që kanë dashur me sfidu Kur'anin.